Është transmetuar nga Abu Umamatu al-Bahili se profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Vërtet, Allahu i ka krijuar profetët nga pemë të ndryshme, ndërsa mua dhe Aliun na ka krijuar nga e njëjta pemë. Unë jam trungu i saj, Aliu është dega e saj, Fatimeja është dulzimi i saj, Hasani dhe Huseni janë frutat e saj, dhe ndjekësit tanë janë gjethet e saj. Kush kapet për një degë të kësaj peme, ai shpëton. Kush largohet, ai humbet. Edhe sikur një njeri të adhuroj Allahun midis Safas dhe Merves për 1000 vjet, pastaj edhe për 1000 të tjera, derisa të bëhet si lëkura e tharë, dhe ai nuk ka dashuri për ne ehli bejtin, Allahu do ta hedh me fytyrë në zjarr. Pastaj profeti lexoi ajetin: thuaj, nuk po ju kërkoj shpërblim tjetër për mesazhin, veç dashurisë ndaj të afërmve. Ky hadith gjendet në librin Shawahidut Tanzil, vëllimi 2, faqe 141.